ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Allahu në falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begatim, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, çelë derë. Të dashur, të pranishëm, ka qenë një dietar i kohrave të hershme të Islamit, prej gjeneratave të para, i cili është quajtur Abdullah ibn Mubarak. Ky dietari me një grup prej njerëzve është nisë për me shku në haxh nga Turkmenistani i sotshëm për me shku në haxh në Mekë. I kanë marrë me vete furnizimet që ju kanë dashur, i kanë marrë me vete kafshët, mjetet të cilët i kanë pas nevojë dhe janë nisë për me shku në haxh. Gjatë rrugës janë dalë me pushu, me bon pauzë në qytetin Basra të Irakut. Aty ky dietari e sheh një nanë e cila e merr një ros të ngordhur dhe shkon që ta gatun. Ky dietari e përcjell dhe i thot: "Kjo rosa të cilën ti po e përgadit, a mos ndoshta është e ngordhur?" Kjo nana i thot: "Po, është e ngordhur dhe unë jam duke e përgadit për ushqim." "Mirë," thot dietari Abdullah ibn Mubareku, "a nuk e din ti se Allahu e ka bon të ndalume dhe në Islam është ndalume me hangër mishi i kafshës së ngordhur?" Thot: "Po, e di. Mirë, po kemi 3 ditë që unë dhe fëmijët e mi s'kemi pasur çka të hajmë. S'kemi pas ushqim në sofrën tonë." Abdullah ibn Mubareku preket nga gjendja e mjerueshme e kësaj nane me fëmijët e saj dhe shkon e merr kafshën e tij me gjithë furnizimet të cilat i kishte pas duke shku në haxh, ja dorëzon kësaj gruaje dhe thot: "Urno merri sepse ti ke nevojë më shumë se sa unë." Abdullah ibn Mubareku kthehet në vendin e tij, niset për më u kthi në Turkmenistan dhe nuk shkon për në haxh. Haxhilerët e tjerë e vazhdojnë rrugën me shku në haxh. Abdullah ibn Mubareku kthehet në kamp. Të tjerë që kanë shku në haxh shkojnë e kryjnë haxhin edhe nisen për më u kthi me kafshët e tyre, me mjetet e tyre. Kur arin, gati sa arin në të njëjtën kohë, Abdullah ibn Mubareku në kam, ata ishin me kafshët e tyre. Dhe tash njerëzit nisin me ja bo për hajr haxhin, me ja uru haxhin Abdullah ibn Mubarekut. Abdullah ibn Mubareku thot: "Faleminderit shumë, Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft, mirë po thot unë nuk kam shku në haxh, jam kthy në mes të rrugës." Një prej haxhilerëve që ishte aty i thot: "Po si nuk keve thot ti në haxh? A nuk më dhave ti ujë në filan venin?" Një tjetër që ishte aty i thot: "A nuk mi blejte ti mu këto tesha?" Një tjetër që ishte aty thot: "A nuk shkum bashk në filan venin?" Abdullah ibn Mubareku çuditët edhe habitët
dhe nuk i kupton se çka duke thonë. Por arsye se kin nuk ishte shku në haç, ishte kthi në mes të rrugës. Atë natë në ëndër Abdullah ibn Mubareku e sheh një person i cili i thot: "Gëzohu o Abdullah ibn Mubarek, për arsye se Allahu ta ka pranuar haxhin. Për hir të veprës tone të mirë, për hir të sakrificës të cilën ti e ke bën, për hir se i ndihmove asaj grue që pat nevojë më shumë se ti, Allahu subhanahu wa taala prej arshit të tij e ka dërguar një melek special me pamjen tone, me fizionomin tone dhe ka shkuar ka bën haxhin në emrin ta." Allahu i lartë madhrum për këtë dietar, për nder të këtij dietari, për shkak se i ndihmoi dikujt që pat nevojë më shumë se ai, e ka dërguar një melek special dhe ka shkuar ka bën haxhin në emrin e tij. Kështu është vllaznit të nderuar kur njeriu e ka me gjithnën. Kështu është kur njeriu e ka në jetën për hir të Allahut. Allahu subhanahu wa taala edhe pse nuk shkojnë në hax, ja boni kabul haxhin. E tash shtrohet pyetja, sot në hax shkojnë 1.8 milion apo 2 milion haxhiler. A e shtron dikush pyetjen prej atyre që kanë shku? A thu vallë Allahu ama ka pranuar mu haxhin? Sa vetëve Allahu subhanahu wa taala prej këtyre milionave që shkojnë ja pranon haxhin? Ku është krejt esenca e punës? Puna është krejt të njëjti. Thelbi i çështjes në Islam është njëjti. Nëse e kemi njëjtin për Allah, e fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe arrim xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Në Islam, të nderuar xhamatli, i kemi 5 farze, 5 obligime. 3 prej tyre janë pa pasuri dhe 2 kanë të bëjnë me pasurinë. Shahadeti, namazi edhe agjërimi s'kan asgjë të bëjnë me pasurinë. Derisa zeqati dhe haxhi janë të lidhura direkt me parë, me pasurinë. Kush ka mundësi financiare i kryen ato. Pse haxhi është obligim madhështor? Pse është haxhi kongresi më i madh në botë? Dhe pse disa dietar kanë thonë që haxhi ja fshin njeriu edhe gjunahet e mëdha ose ja zvoglon ato? Për arsye se në hax njeriu shkon, xhamati të nderuar, me 3 komponentat kryesore të jetës së tij. E para shkon me trup, e dyta shkon me shpirt, edhe e treta shkon me pasuri. Këto janë 3 gjonat kryesore të njeriu në këtë jetë. Me shku me gjitha këto komponenta, me shku me gjithë këtë angazhim, me shku me gjithë këtë sakrificë, edhe me ardh pa gjunahe të falura, pa sevape, pa ndryshu kur gjo, natyrisht që është humbje dhe është e papranueshme. E cili është shpërblimi i haxhit? Haxhi e ka vetëm një shpërblim. Haxhi i pranuar e ka vetëm një shpërblim. Allahu thot: "Lil hajjil mabrur laysa jazahu ila al-janna." Për haxhin e pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xheneti. Allahu subhanahu wa taala na pastron, pastaj na mundson xhenetin e tij. Allahu na mundsoft me shku në hax, e me kry haxhin, e me na i pranu haxhin, dhe Allahu na mundsoft me arrit kënaqësinë e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu yaghfir lakum.